Viti sportiv 2026 nisi furishëm në ekranin e radio televizionit shqiptar duke sjellur publikun 4 sfidat më interesante të fazës së 1/8 të Kupës së Shqipërisë. Ekipet favorite shfrytzuan faktorin fushë duke vijuar rrugtimin në çerkfinalet e kompeticionit të dytë për nga rëndësia në sferën e futbollit shqiptar. Dinamo dhe Partizani siguruan pavarësi kualifikimin duke fituar respektivisht me rezultatin 3-0. Blut e Kryeqytetit triumfuan ndaj Mbesës ndërsa të kuqt e Olton Kërnajës mposhtën Burrelin. Ndeshja Tirana-Skënderbeu dhe Byli Slaçi u vendosën vetëm pas kohë shtesë pasi 90 minutat e rregullta u mbyllën në barazim përkatësisht 1-1 stadiumin Selman Stermasi dhe 2-2 në Olimpiadën Atush Muça. Për Tiranën heroi i takimit rezultoi etjentare, ndërkohë që protagonist absolut për ekipin basqot u bë Rabiu. Respektoi parashikimet e Ignatia që mundin 1-0 Apollonin me firmën e Nikola Buric, ndërkohë që minimalisht Vllaznia dikujtoi po gradicën në Loro Boriçi. Një bilet për në çerkfinalet të Kupës së Shqipërisë siguroi edhe Teuta që mposhti Vorën me rezultatin 2-0 duke u falur Jurgens dhe Arditolit. Sfida që prodhoi pafund emocione dhe spektakël ishte ajo mes Elbasanit dhe Flamurtarit. E mbërthyer në ekuilibër 1-1, dueli i luajtur në Elbasan Arena shkoi në shtesë aty ku verdeblut me një kryevepër të Donard Ibrahimit të hipotekuan kualifikimin. Në bazë rregullore së aktivitetit janë ndarë edhe vazot për shortin e fazës çerkfinale të Kupës së Shqipërisë. Në vazon 1 bëjnë pjesë Ignatia, Vllaznia, Partizani dhe Dinamo, në krahun tjetër gjenden Elbasani, Teuta, Byli dhe Tirana. Çiftet çerkfinaliste do të përcaktohen përmes një shtorit të lirë mes 8 skuadrave të kualifikuara. Ndeshjet e kësaj faze do zhvillohen me sistem vajtje are, teksa takimet e para do të luhen në fushën e ekipeve të pozicionuar në vazon 2.